Në një konferencë mediatike fillimi i fushatës zgjedhore, ka sjellë sipas Ali Berishës një shpërthim entuziazmi dhe besimi në radhët e opozitës, krahasuar me ato që ai e cilësoi si një ceremoni të zymt e qesharake nga ana e Partisë Socialiste. Ai vlerësoi veçanërisht mobilizimin e shqiptarëve në diasporë dhe pjesëmarrjen e madhe në sheshin Nën Tereza, duke krahasuar atmosferën me zgjedhjet e vitit 1992. Në kontrast mitingu i Partisë Socialiste u cilësua i organizuar me autobus dhe me pjesëmarrje të detyruar, pa entuziazëm real. Në bulevardin e ri me dhjetra autobus, dëshmi e pa kontestueshme braktisjes së plot të Edi Rams nga socialistët dhe qytetarët Tiranës mbështetës të kësaj partie. Nuk kishte ndodhur ndonjëherë. Mitingu që ai organizoi, mitingu gjysmëmortor që organizoi për Eriol Velin në sheshin e kryeqytetit, kishte të paktën 30% më shumë pjesëmarrës se sa fushata, në të cilën ai paraqiti vetëm një mashtrim të radhës, pasaportën e europiane të Edi Rams. Berisha akuzoi Ramën për shmangje nga debatet publike dhe bllokim të hapësirave televizive, duke ironizuar retorikën e kryeministrit me referenca ndaj zhabave dhe mustaqeve të gjuzit. Ai solli në vëmendje takimet me persona me aftësi ndryshe, duke dënuar keqtrajtimin e tyre nga shteti dhe premtuar përmirësime konkrete në trajtimin e kësaj shtrese. Berisha u shpreh se qeveria ka dështuar të adresojë realisht shqetësimet madhore të qytetarëve, si qeveria, emigracioni dhe mungesa e drejtësisë. Fillimi i fushatës mund të vlerësohet eksplozion i besimit, i pelqyeshmërisë, po absolutisht se keni parë kur të tillë në atë shesh i qytetarëve të Tiranës ndaj Partisë Demokratike, programit të saj, i cili po bën fole çdo ditë më shumë në mendjet dhe zemrat e qytetarëve shqiptar. Breshja ishte një pikë kulmore tjetër e këtij programi, e këtij turi, e kësaj fushate, një entuziazëm i papërshkruar, një optimizëm dhe vendospri e madhe e shqiptarëve në diasporë për datën 11 maj. Në një tjetër sulm të drejt për drejt, Berisha akuzoi qeverinë për lidhje me krimin organizuar në procesin zgjedhor, duke përmendur emra konkret si Suel Çela, Gjushi dhe figura të tjera të botës së krimit, që sipas tij po mobilizohen për të mbledhur vota për kandidatët e Partisë Socialiste. Ai përshëndeti reagimin e institucioneve europiane përmes një hearing të pazakontë në prag zgjedhjesh dhe paralajmëroi se krimi elektoral do të nënshkojë rënd në të ardhmen.